Labi nuk përmbahet dhe vendos të nxjerrë sekretin më të madh të Benitës, duke u përballur me të përballë gjithë banorëve. Ai tregon se Benita ka pasur një lidhje të veçantë me një deputet të Kosovës, duke i bërë të gjithë të shokuar nga kjo rrëfim i papritur. Labi shton se kjo tregon shumë për karakterin e Benitës dhe për mënyrën se si ajo vepron, duke e përshkruar atë si një vajzë të keqe dhe të pandershme. Ai sqaron se Benita nuk ka turp dhe nuk heziton të bëjë gjëra që të tjerët mund t'i konsiderojnë të papranueshme, duke theksuar se ky sekret nuk është thjesht një histori e zakonshme, por një dëshmi e sjelljes së saj jashtë pritshmërive të zakonshme. Labi thekson se kjo nuk ka të bëjë vetëm me të kaluarën, por gjithashtu tregon se si Benita mund të sillet në situata të tjera dhe pse disa banorë e konsiderojnë atë problematike brenda shtëpisë. Gjatë diskutimit, Labi nuk i kursen fjalët dhe shpjegon me detaje pse kjo tregon se Benita është një person që nuk mund të besohet lehtë dhe se veprimet e saj shpesh ndikojnë tek të tjerët, duke krijuar tension dhe mosbesim mes banorëve. Ai përmend se kjo gjë tregon qartë natyrën e saj dhe se ajo mund të ketë një ndikim të keq mbi ata që e rrethojnë, duke lënë të kuptohet se sjellja e saj nuk është e përshtatshme dhe se ajo nuk është e sinqertë me asnjërin. Në fund, Labi përmbyll rrëfimin e tij duke thënë se secili duhet të jetë i kujdesshëm me Benitën dhe të mos e marrë lehtë, sepse ajo ka një histori që tregon se mund të sillet në mënyra të papritura dhe të gënjejë për të arritur qëllimet e saj, duke e bërë atë një nga banorët më të diskutueshme brenda Big Brother.